A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jemi në temën mëshirë pasuese e Ramazanit, mësimi I fundit. Lutë Allahun e Madhërueshëm që të na I pranoj të ligjërata këto agjërime dhe shpresojmë që ky Ramazan të jetë I dobishëm për të gjithë besimtarët. Është një temë shumë interesante. Dhurat për agjëruesit. Në këtë fakt dëshiroj që të gjithë që të agjërojnë t'u jap dhuratën më të mirë, ato fjalët të udhëzimit e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Për këtë shkak dëshiroj që agjëruesit të dashur t'ua transmetoj hadithet praktike në të cilin përmenden shpërblimet e shumta për ata që bëjnë vepra të caktuara të mira, gati të gjithë neve na janë hapur dyert e këtij shpërblimi. Ramazani është rasti I mrekullueshëm që të marrim edhe që me to t'i pasojmë jetën tonë. Në hadith ofrohen veprat e mira për të cilët Allahu I lartësuar I hap dyert e fitores e të suksesit në këtë botë. Dhe ahiret, agjërues të dashur, mbani mirë me mend këto hadithe dhe praktikoni ato në jetën tuaj. Kur thot në mëngjes la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, nuk ka zot përveç Allahut, ai nuk ka shok, atij I takon gjithë pushteti, atij I takon I gjithë falënderimi dhe ai është I plotfuqishëm. Ai do të shpërblehet sikur t'i kishte liruar 10 robër, atij I shkruan 100 veprat e mira dhe I fshihen 100 të këqija. Ai është I mbrojtur prej shejtanit derisa të ngryshtet, ndërsa kush e thot këtë dhikr 100 herë para akşamit, ai është I mbrojtur prej shejtanit gjatë asaj nate. Kush thot në mëngjes e mbrëmje, o Allah, ti je Zoti im, nuk ka zot tjetër përveç teje, ti më ke krijuar dhe unë jam robi yt, unë po bëj aq sa po mundem që ta përmbush premtimin dhe betimin që ta kam dhënë ty. Kërkoj mbrojtje tek ti për të keqes që e kam bërë, unë I pranoj të mirat e tua ndaj meje dhe unë e pranoj mëkatin tim, më fal, sepse vetëm ti mund të më dhurosh falje, nëse robi I Allahut I thot në ditën ose natën dhe pastaj vdes, ai do të hyjë në xhenet. Hadithi sahih të cilin e transmetojnë Ahmed Abu Daudi, Ebu Nasa, Ibn Majah, Ibn Hibani dhe El Hakimi, Buhariu transmetohet thënjet e ngjashme të këtij hadithi kur thot në mëngjes ose në mbrëmje 100 herë fjalët subhanahu wa bihamdi, lavdërimi dhe falënderimi I takon vetëm Allahut, askush në ditën e gjykimit nuk do të ketë shpërblime të madh sa ai përveç atij që thot këtë më shumë herë. Hadith e transmetoi Muslimi Ahmedi dhe kush thot lavdërimi dhe falënderimi I takon vetëm Allahut të lartësuar në xhenet do të mbyllet në palë për të hadith sahih të cilin transmetojnë Tirmidhiu, Ibn Habib dhe Hakimi. Kush thot brenda ditës 100 herë subhanallahu ve bihamdi, qoftë I lartësuar Allahu dhe atij I takon të gjithë falënderimi, atij I falen mëkatet edhe nëse janë si shkuma e detit. Kush I lexon 10 ajete nga Kurani, ai nuk do të regjistrohet në mesin e të kujdesurve. Kush I lexon 100 ajete, ai do të regjistrohet të devotshmit, ndërsa kush lexon 1000 ajete në ditë, ai do të regjistrohet të pasurit. Kush thot 3 herë kur të ngryset Bismillahirrahmanirrahim, yadurru min asmi shay'un fil ard wala fi samawati wa huwa as-sami'ul alim, me emrin e tij, me emrin e të cilit nuk dëmton asgjë në qiellin e në tokë, ai dëgjon dhe I di të gjitha, nuk do të ndodh asgjë derisa tek ti, ndërsa në këto e thot 3 herë. Kur të gdhi nuk do të ndodh fatkeqësia apo pritet derisa të mos ngryset. Është sahih transmeton Abu Daudi, Ibn Hiseni, kush arrin në një vend dhe thot A'udhu bi kalimatillahi tamati min sharri ma halak, kërkoj mbrojtje me fjalët e plota të Allahut për të keqes që ka krijuar, asgjë nuk do të mund të dëmtojë derisa që ndron në atë vend. Kush thot në rastin e daljes nga shtëpia Bismillah tawakkaltu ala Allah wala hawla wala quwwata illa billah, me emrin e Allahut mbështeten në Allahun, nuk ka forcë as fuqi përveç ndihmës dhe fuqisë së Allahut.
Atij do t'i thuhet ti je në rrugën e drejtë, ty të është pranuar dhe të është falur, ndërsa shejtani do të jetë larg prej teje. Transmetojmë Tirmidhi, Abu Daudi, El-Hibani dhe Ibn Asuni, kush e dëgjon muezin duke thirrur ezanin dhe thotë, dëshmoj se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, ai është i vetmi, nuk ka shok, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij, unë jam i kënaqur që Allahu të jetë Zoti im, që Muhamedi të jetë pejgamberi im dhe që Islami të jetë feja ime, të gjithë mëkatet e tij të vogla do t'i falen. Hadith transmeton kush e lexon surën Ikhlas 10 herë, Allahu do t'ia ndërtojë një shtëpi në xhenet. Hadith sahih është sahih transmeton Ahmedi, kush e lexon surën Kahf në ditën e premte, Allahu do t'i jap dritë e cila do të mbrojë deri te premten e ardhshme. Hadithi është sahih transmeton El Hakimi, kushdo që lexon ajetin kursi pas faljes së çdo namazi, atij nuk do t'i ndalohet hyrja në xhenet. Transmeton Ibn Hibani dhe Nasaiu, kush e lexon surën Ikhlas sikur ta kishte lexuar 1/3 e Kuranit, kjo është një buqet e urtësive për lumturi dhe gëzim të përhershëm, të cilin u adhuroi të gjithë agjëruesve, me shpresën se këto fjalë do t'i fusim në jetë dhe në përditshmërinë tonë. O Allah i gjithëmëshirshëm, na ndihmo që të kuptojmë dhe që të bëjmë ty ibadet në mënyrë më të mirë. Amin. Zoti ju nderoft, Zoti ju shpërblet. Elhamdulillahi rabbil alamin. El-Fatiha.